Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do të vim me një supë me perime e gjokspule. Kemi marrë gjokspule, patate, karota, qep, udhra që unë si nda gjithmonë e kam theksuar në çdo recet që përdor mish, majdanoz, për kremin kam marrë një kokë vezë, mielin dhe kosin. Gjithashtu në fund do të jetë erëzat edhe gjalpin. Vajin e ullirit dhe tani fillojmë ta përgatisim recetën, pa u bërë kohë. Si fillim, do të vendosim të gjitha perimet me gjoksin e pulës për t'i zjerë. Kemi vendosur tenxhere dhe do të hedhim pataten. Unë kam marrë një kokër patate të madhe, ju nuk merrni 2 mesatare, udhrat, 4 thelpin udhra, një kokër qep të vogël, 2 karota, kripën, vajin e ullirit, ka vendosur 2 lugë sepse do përdor edhe gjalp në fund kur ta servirim, dhe një gjokspule. I vendosim ujë, këtu do të vendosim 1 litër ujë për të zjerë perimet bashkë me gjoksin e pulës. Do e lëm të zjejnë perimet bashkë me gjoksin e pulës për 10 deri në 15 minuta në një zjarr mesatar. Receta e supës që unë po përgatit sot është shumë e thjeshtë. Si nga përbërësit që gjenden kudo në shtëpi, po edhe nga koha që nuk ta fare. Do i lëm të zjejë dhe duhet kemi që kujdes sepse gjatë zjerjes ajo do gufosi dhe mos të na derdhe ke soba. Nëpërmjet një lugë duri e trazojmë e pasere supën, që mos të na derdhet. Besoj se na kanë zjerë edhe perimet, gjithashtu edhe gjoksi pulës. Tani do e nxjerrim gjoksin e pulës, do ta lëm të ftohet dhe ndërkohë ne do grim me blender të gjitha perimet. Për të krijuar masën kremoze, i vendosim edhe majdanozin, të cilën unë e përdor gjithmonë dhe vendos gjithmonë në këtë moment, sepse nuk do të ishin ato vlerat ushqyese që ka dhe ka një aromë supa të mrekullueshme. E kemi përfituar edhe masën kremoze. Tani gjoksi i pulës na shtohur, ne do fillojmë që ta bëjmë në copa shumë të vogla. E kemi përfunduar edhe ngrirjen e gjoksit të pulës. Tani do të përgatisim kremin. Vendosim vezën, e rajmë derisa të krijohet një masë homogjene. Vendosim edhe një gotë ujë me kos. Gjithashtu dhe gjysmë luge me miell. Unë përdor miellin sepse jep shumë shije supës. Ju dhe mund mos ta përdorni. I vendosim dhe një gotë me ujë nga gota e kosit dhe shplajt, dhe tani e kemi gati për t'ja hedhur supës. Vendosim fillimisht gjoksin e pulës që e kemi bërë në copa të vogla, e trazojmë dhe tani do t'i vendosim kremin që ne kemi përgatitur. Do të përsijejmë kremin me lëngun e ngrohtë të supës për të neutralizuar nxehtësinë e kremit. Në këtë mënyrë nuk do të na pritet veza kur do ta hedhim te supa e ngrohtë. E vendosim kremin tek supa dhe e trazojmë. Supa na është bërë në mënyrë perfekte. Është bërë shumë e mirë, është dhe shumë e ushqyeshme. Tani na ngelet vetëm ta servirim. Do ta servirim gjithmonë të ngrohtë. Në qoftë se kjo recetë ju ka pëlqyer, do dëshiroja që të abonoheshit në kanalin tim, ku të shtypnin butonin zile dhe të njoftoheshit me njerë për të gjitha videot e radhës. Vendosim dhe gjalpin, gjalp ambienti e kam, specin e kuq, të ëmbël, jo djegës. Ju mund të vendosi dhe djegës, kjo varet nga preferencat tuaja. I përzim pra dhe e servirim. Është bërë shumë e mirë, si në sy edhe në shije.
Vendosim dhe pak piper të zi, unë edhe pak rigon, një jep shumë shije. Provojeni dhe do më besoni. Dhe pak majdanos sipër për dekoracion. Supa është gati. Ju bëftë mirë. Miru takofshim në videot e radhës. Dhe faleminderit që më ndiqni.